Të ndalur tashmë tek gripi në vend me njerë sa po ndryshojnë edhe stinët, duket sikur qytetarë të ndryshëm e përjetojnë keq, duke pasur simptoma të ndryshme dhe ca thonë janë me grip, ca e ngatrojnë gripin me alergjin. Çfarë po ndodh në këtë stinë dhe cilat janë komplikacionet, le të themi, më të zakonshme? Tani në stinën e pranverës, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë Europën, dhe nga Gjermania, nga unë po ju flas, kemi shumë pacientë që kanë një përzierje, një të quheturin koktel të viruseve që qarkullojnë tipikisht në këtë periudhë, që janë zakonisht viruse të trashëguara që na dimri, që duket sikur nuk kanë bërë fare pauzë. Pra kemi si infeksionet respiratore të rrugëve të sipërme zakonisht, pra fyti, bajamet, të cilët prekin kryesisht fëmijët nën 5 vjeç, prandaj dhe çerdhet, kopshtet janë vatra kryesore e këtyre viruseve dhe fëmijët pastaj me këto viruse që i shkëmbejnë në mënyrë të zellshme me njëri tjetrin gjatë gjithë ditës, me përshtyme, me përqafime, me puthjet, shkojnë pastaj në shtëpi dhe u japin dhe prindërve. Dhe shumë të adult nuk kanë gjithmonë antitudë pra mbrojtës ndaj këtyre viruseve që mutojnë nga viti në vit, pra gripi muton vazhdimisht respiratore. Prandaj ndonjëherë bëhet pikërisht një fëmijë i vogël sebeb që gjithë familja pastaj të infektohet, dhe një ndër pyetjet standarde që ne i bëjmë adultëve të infektuar, themi a keni fëmijë në kopësht? Dhe nëse përgjigjja është po, e dim që nga na vjen ky infekcion. Në rend të dytë, pas gripit dhe infeksioneve respiratore, është edhe pak Covid, i cili po ashtu është ndruar nga sjellja e tij, më së i padëmshëm, si një grip i zakonshëm në thonjza që zgjat 3 deri në 5 ditë dhe pastaj ikën pa pasur nevojë për antibiotik. Çdo shenjë e përgjithshme që është rrufi, kolla e thatë, e cila zgjat më shumë se sa 2 javë, atëherë nuk kemi të bëjmë më me një infekcion, por zakonisht shkon në drejtimin e alergjisë. Madje pacientë që kanë dhe muaj thonë që nuk po më ikën kjo kolla, kam kruajtje në trup, më skuqen syt, më thahet hunda dhe mukozat e gojës. Pra këto janë shenjat tipike të alergjisë. Është, sa i përket gripit, a është e nevojshme që të përdoren antibiotik pra në rast se, për shembull, kjo situata dhe shenjat e gripit zgjasin më shumë se 2 ditë ose 3 ditë? Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme, sepse pikërisht në këtë pikë shumë pacientë bëhen të paduruar dhe pa kaluar qoftë edhe java e parë me infeksionet gripale, duan me patjetër një antibiotik dhe ndonjëherë bëjnë atë hapin e gabuar shqiptar që shkojnë direkt te farmacia dhe blejnë një antibiotik pa recetën tek mjeku. Kjo ka bërë që në Shqipëri të kemi kaq shumë infeksione dhe rezistenca imunitare është shumë herë më e dobët se sa në mbar Europën, pikërisht nga abuzimi me antibiotikët, i cili është tepër i gabuar të merret në rast të një infeksioni viral.